Nuk është që po çuditna, po vish po e vëzhgoj kështu që prokuroria i ka gja prova, edhe nuk po vazhdon tutje me punën. Ka prova, prokuroria? Në sektorin e energjisë, po. Edhe është bukur pa kuptueshme qysh dikush në tenderat WhatsAppit në prokurim, kur Roseta Hajdari zonja për shembull është në gjykata e këta kanë shku veç dëshmitar. Pse dallimi për këta? Veç pse Albin Kurti kanë tender në WhatsApp apo qysh? A s'është për mu çudit që kjo? Vërtetu që ka pas manipulime në tregtitë energjisë elektrike, është e kryme kjo. Në Rumani o do nuk Vukamović. Te këto, as licencën zguzojmë ja pezullu. A nuk është kjo fakt me mendu që na e na preje mafisë energjetike? Kur që javën nga së Amerikanë nuk ka në aspekt në ideologjik, po është që është je kapjes mafisë energjetike. Po. Edhe përfitimeve. Po. Në rast të një gjykate konkret adekuate, a kishme përfundu në burg, zoti Kurti, edhe kush kishme, visë për çështjen e energjisë, kush kishme përfundu në një shtet ligjor? Se tash po bëhet, peshojmë se edhe këtë mandat, edhe në këto zgjedhje, pra po kthehet poent atë konfiskimi i pasurisë pa justifikuar me ligjit. Me një shtet ligjor, me krejt ose ke folë për energjinë, a kush kishme përfundu në burg për çështjen e energjisë? Nuk kisha hyrë në këtë pjesë, se gjithmonë merret, sidomos kur je deputet që po hyn në punët e drejtësisë, megjithatë unë nuk është që po çuditna, po vish po e vëzhgoj kështu që prokuroria i ka gja prova, edhe nuk po vazhdon tutje me punën. Ka prova, prokuroria? Në sektorin e energjisë, po. Edhe është bukur pa kuptueshme qysh dikush në tenderat WhatsAppit në prokurim, kur Roseta Hajdari zonja për shembull është në gjykata e këta kanë shku veç dëshmitar. Pse dallimi për këta? Veç pse Albin Kurti kanë tender në WhatsApp apo qysh? A s'është për mu çudit që kjo? Po, nuk kisha hyrë matutje se kush është për... Kemi pa reagimit të akterëve të vendosjes në deklaratat e juja për Vukamovicin edhe për këto, në deklaratat që nëse nuk e marrim gazën amerikana, problema energji prej veneve që kanë ndikim rust, ata duhen me deklarat së është të vërtet, energjin ku e marrim na, nuk kanë prapavi ruse, nuk kanë ndikim rus. A ka fakti që na blina rrym për Vukamovicit, edhe për kujna blim rrymë na sëndron, a kanë raporte me Rusin? Ajo tha nuk e kam as gjysmë fakti, kur monopoli tregtisë dhe dhënjes energjisë elektrike është NOA. Tash ka dalë edhe e temti. NOA nuk është produksi energjisë elektrike, është tregtar, agent, kosto. Kaç merë bleat të pshet aty, kanë lidhje që është definu tashmë familjare, menaxheriale me Vukamović. A nuk është fakt kë? A nuk është fakt që ti nuk jasha ati transakcionet asnjëherë ka auto e marrë energjinë elektrike? Do ma dilerit që e blemna nuk jashojnë transakcionet ju këna për blenë energjinë? Jo, këta jashojnë, për nësë jashojnë. Ose këta munën me thonë që nuk jashojnë. Po asnjëherë. Se kemi pa në kalume në senet ku vedendosë që a i mohani që qëtë faktet. Pse nuk bisjesin faktet, që nuk blenë? Plus, unë jam një pikë në përsi në ato që më thonë se është vërtetu që ka pas manipulime në tregtitë energjisë elektrike, është e kryme kjo. Në Rumani o do nuk Vukamović. Te këto, as licencën zguzojmë ja pezullu. A nuk është kjo fakt me mendu që na e na preje mafisë energjetike? A nuk ka fakt që ti, Martin Berisha i ke dhonë ekstra imunitet që nuk lodhët pse ka marrë të natë pare kesh? Gjdo kush i kish marrë pare të kesh i kishin thonë veç pak, ka dalë, ku i ke qu qëtu?